Venusi bashkoi me asteroidin Chiron më datën 1 qershor në shenjën e Dashit, edhe ky tranzit sjell një lehtësim të jashtëzakonshëm për 3 shenja të zodiakut, të cilët janë përballur me një lloj pikëllimi apo me një lloj zemërthyerje kohët e fundit, apo ka një farë kohë, domethënë varet për gjithë secilin. Dhe për shkak të këtij tranziti shërues, duhet thënë, sepse asteroidi Chiron është asteroidi që lidhet me plagët, me traumat, por është edhe asteroidi që lidhet me shërimin, si të thuash. Këto shenja që do përmend tashmë mund të kalojnë drejt shëndetit, pasurisë, lumturisë dhe dashurisë pasionante që ato meritojnë. Dhe shenja e parë është Dashi, normalisht sepse është një tranzit që ndodh në shenjën e Dashit, dhe për gjithë personat të cilët kanë energjinë e Dashit në hartën e tyre astrologjike, që kanë diellin, kanë shumë planete në Dash, kanë hënën apo ascendentin, që është më e rëndësishmja, do të ndihet sikur një barë apo një peshë e madhe është hequr nga zemra e tyre fal këtij tranziti shërues, duhet thënë. Dashi do të zbulojë dashurinë dhe përkushtimin që meriton tashmë, dhe një gjë është e sigurt, që qershori do të jetë një muaj romantik për gjithë personat që kanë energjinë e shenjës së Dashit, sepse ai guximi i tyre edhe shpirti i tyre pioner do të tërheqë shumë admirues. Shenja e dytë është peshorja. Traumat romantike të së kaluarës më në fund do të zhduken për peshoret. Është një tranzit që ndodh në shtëpinë e 7 partneriteteve afatgjata për shenjën e peshores, edhe një histori dashurie magjike mund të shpaloset pas kësaj, duke i dhënë mundësi peshores që të marrë frymë lirisht tashmë, apo një mundësi për një jetë të re, për një kapitull të ri. Dhe mendja, sharmi, inteligjenca e kësaj shenje të zodiakut do të tërheqë atë dashurinë e mirë edhe të bukur edhe të pastër, që është më e rëndësishmja. Shenja e tretë është shigjetari. Çdo energji mbrojtëse, çdo blokadë, çdo barierë që kjo shenjë ka zhvilluar drejt dashurisë, do të zhduket, do të plas edhe do të zhduket në ajër. Dhe në vend që t'i shikoj admiruesit e vetë shigjetari me dyshim, do të hyj shpejt në atë frymën e lojës, do të jetë më i çlirët, edhe rezultati do të jetë një marrëdhënie plot argëtim, kënaqësi që nxjerr në pa anën më të mirë të kësaj shenje, apo atë frymën optimiste që ka shigjetari.